nuk mori atë që prej të gjithëve, sepse ai ta thoshte të vërtetën në sy. E njerëzit nuk duan që politika ta thotë vërtetën në sy, po duan që politika të thotë vërtetat që do ti. Andaj ai nuk përzie kur, e nuk u afrua kur me politikën, e ai qëndroi atje në Panteonin, ku ishte ai i pari, i miri, i vetmi, i mrekullueshmi, njeriu i madh i Shqipës tonë të përbashkët dhe i shqiptarisë tonë të madhe dhe i përpjekjes së madhe të fortë për të qenë bashk. Në pakufi, të paktën pakufi në gjuhë. Kështu që kur dëgjoj tani njerëz të cilët flasin kaq lehtësisht për gegnishten, e kuptoj sa të painformuar janë, se sa kulturë gjuhësore ju duhet, se sa kulturë shqiptarie ju duhet, dhe sa shumë ka nevojë ata të lexojnë çfarë thoshte Recep Qosja, një njeri i anës tjetër të kufive, një njeri që vinte nga Vuthaj e jetoi në Prishtinë, por që e donte Shqipen e përbashkët si një shqiptar i vërtet, i madh dhe i kulturuar. Andaj ju lutem, kur thoni diçka më përpara, referojeni atyre që janë udhërfys moral, siç është Recep Qosja, Arbër Xhaferi e njerëz të tillë të mëdhenj, sepse ne jemi ende të vegjël për të thënë tonën. Ka kohë për ta thënë tonën edhe për të bërë peticione, e për të thënë me ngulm që unë e mendoj, unë jam i grimcë e vogël në një vend ku i pari të gjithave për gjuhën dhe shqiptarinë ishte ai që u përcoll sot. Do lexoj prapë diçka tjetër. Këtu ka shumë. Madje se harroj në një moment kur po lexoja këtë libër më bëri përshtypje sepse i bënin një pyetje, cila është frika jote më e madhe, dhe ai tha që të iki nga jeta, tha përpara meje dikush nga fëmijët e mi. Në fakt frika e tij më e madhe, ajo që kishte përndjekur i ndodhi nga jeta, u nda në fillim u nda bashortja e tij që ai ishte shumë i lidhur me të, jashtëzakonisht i lidhur, dhe më pas u nda nga jeta vajza shumë kohë më pas, në Korik vajza, gjë që asnjë babas do donte ta provonte. Atëherë, siç thash, këtu është një bashkimi i shumë, një veprimtarie të madhe të profesor Recep Qosjes. Dhe tani harrova një detaj, në fakt, do doja ta thosha. Unë isha rastësisht, unë nuk jam kur në juri, nuk e di pse, po unë nuk jam në asnjë juri libri, nuk jam asnjëherë në jurira, në përgjithësi. Rastësisht isha te juria që qendrës librit 10, dhe kur erdhi ky libër, unë lobova fort, në mënyrë të natyrshme, që i lutem, si mund mos e marr këtë çmim profesor Qosja. Kuptohet, shumë kush ishte në një mendje me mua, për fat të mirë, shumica e jurisë, dhe çmimin e morë profesori me këtë libër. Ai nuk mundi të vinte në Tiranë, profesori ishte tashmë i smur, tashmë drejt fundit, por deri në fund i kthjellët, i mençur, i dashur, i njerëzishëm, atë detar dhe qytetar i shquar. Jam e lumtur që isha në atë juri, rastisi që isha dhe ndodhi që profesorit ju dha ky çmim, jo se kishte nevojë për çmime, ai kishte marrë gjitha çmimet e tij, por ndiem unë mirë për këtë gjë dhe me siguri të gjithë anëtarët e sa jurie tashmë ndjen mirë që ai çmim ishte për Recep Qosjen. Dhe një prej gjërave që kishte të botuar libri ishte një editorial bërë për emisionin Shqip në dritare, jo, më falni, në Top Channel, mos ngatrohemi tani. Ishte në emisionin Shqip në Top Channel, ku ai ishte shumë i pranishëm. Çdo herë që Shqipëria kishte një hall, unë kisha syt nga Arbër Xhaferi dhe sidomos Recep Qosja, dhe ata flisnin, komentonin, dhe me të vërtet e ndjej këtë mungesë dhe boshllëk të madh. Tani mendoj që ku do t'i kthesh syt kur vendi ka një hall. Politika ndonjëherë nuk e shikon me syze. E shikon me syze dhe syzet nuk të ndihmojnë në perceptimin real të gjës. Ata e shikon me sytë e zemrës dhe kjo është e ndryshme. Prandaj e ndjej boshllëkun, por të paktën do t'i drejtohemi librave të tyre, edhe kjo është e rëndësishme. Në një editorial përgatitur për emisionin Shqip në vitin 2015, ai shkruan: Bashkimi i popullit të ndarë. Ideja e bashkimit kombëtar është ide e krijuar pas pushtimit të më tepër se gjysmës së trojeve shqiptare prej fqinjve ballkanik në vitin 1912. Ideja e bashkimit kombëtar nuk është ide e shtetit am dhe e pakicave që kanë mbetur jashtë kufive të tij, por ide e popullit të ndarë. Kjo i bën të natyrshme dhe të ligjshme përpjekjet për së ndërtimin e kësaj ideje. Ndërkohë, të lutem, a është gjithë dokumentari? Do doja të dija? Apo jepet i gjithë dokumentari?
Po, sepse më duk sikur ishte vetëm një pjesë edhe i riktheheshim, sepse do doja të ishte i gjithë dokumentari të më shoqëronte ndërsa flisja. Profesori i ri. Ideja e Bashkimit Kombëtar është ide e madhe që më tepër se çdo ide tjetër e ka lëvizur historinë shqiptare. E krijuar prej intelektualëve të mëdhenj kombëtar, ideja e Bashkimit Kombëtar, për shkak të trysnive prej fuqive të mëdha në institucioneve ndërkombëtare gjatë 100 viteve, është përkrahur rrallë vetëm prej ndonjërit nga politikanët më qartpamës shqiptar. E bukur, qartpamës, jo largpamës. Deklarata e Edi Ramës se shqiptarët po ecin drejt Bashkimit Kombëtar, kurse Shqipëria e Kosova kanë dy alternativa, ose të bashkohen në familjen europiane ose të bashkohen në mënyrë klasike, me gjithë ngjyresat diplomatike, është deklaratë largheçse, vizionare për Bashkimin Kombëtar të një politikani dhe shtetari shqiptar në kohën tonë. Ndaj kësaj deklarate historike u reagua, siç edhe mund ta mendsoj, u reagua mirëkuptueshëm prej intelektualëve tanë të orientimit kombëtar, u reagua matur prej Bashkimit Evropian, u reagua refuzueshëm prej disa intelektualëve tanë të orientimit mondialist, neoliberalist dhe u reagua gati kërcënueshëm me gjuhën e të kaluarës së pandryshuar ndaj shqiptarëve prej qeverisë së Serbisë. Ata që reaguan refuzueshëm dhe ata që reaguan kërcënueshëm ndaj deklaratës së Ramës treguan se s'deshën të dinë, e para se shqiptarët janë popull dhunshëm i ndar, prandaj përpjekjet e tyre për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë janë natyrshëm të ligjshme. Bashkimi i dy Gjermanive është njëri prej shumë shembujve të bashkimit të popujve të ndarë, dhe e dyta, në kohën e integrimit europiane dhe planetare, mos pajtimi me bashkimin e popullit të ndarë është mos pajtimi me proceset demokratike moderne. Mund të besohet se reagimi si përthënë i Serbisë më tepër se prej vetë deklaratës së Edi Ramës është i nxitur prej një mendësisë që do të sjellin integrimet gjithë shqiptare ekonomike, arsimore, shëndetësore, shkencore, kulturore, sportive e tjera të paralajmëruara në mbledhjen e dy qeverive tona në 23 mars në Tiranë. Është me rëndësi të madhe që ky integrim gjithkombëtar të së ndërtohet duke u shmangur neoliberalizmit ekonomik që sjell fryte vetëm për klasën politike dhe oligarkinë. E dim tashmë këtë. Në njërën anë dhe duke ndërtuar ekonominë atdhetare që ka parasysh jetën e të gjitha shtresave kombëtare në anën tjetër. Një ekonomi e tillë atdhetare bëhet premtim se Bashkimi Kombëtar, Bashkimi i Shqipërisë dhe Kosovës e rrit cilësisht e pasuron gjithanshëm jetën e popullit shqiptar. Uroj që ata të cilëve ju ka takuar fati të marrin pjesë si politikanë dhe shtetar në procesin e integrimeve gjithkombëtare, si parathënie institucionale shpirtërore në Bashkimin e Shqipërisë dhe Kosovës, të mos harrojnë se siç e thon ekonomistët e sopëtën humanist, neoliberalizmi është i papërgjegjshëm në pikpamje shoqërore, i pandjeshëm në pikpamje morale. Idet janë ato që lëvizin botën, por siç e ka thënë njëri prej nismëtarëve të Bashkimit Evropian, institucionet i bëjnë një mendësi të së ndërtuar ato ide. Shqipëria dhe Kosova do të bashkohen dhe do të bashkohen në mënyrë klasike, qoftë jashtë Bashkimit Evropian, qoftë në Bashkimin Evropian. Editorial ekskluziv për emisionin Shqip të Rudina Xhungës Top Channel vitit 2015. Gjithçka që ka shkruar dhe ka bërë Recep Qosja është për shqiptarin edhe jo për vete. Në asnjë moment nuk ndjen dëshirën e tij që të duket, që të jetë, që të thotë, që e bëra, që jam, që isha, por që të bëhet, që të jetë, që të jemi, që populli, që Shqipja, që gjua. Edhe kjo është e mrekullueshme dhe pamohueshme. E bukur. Historia dhe dhetaria për zgjodhen Ismail Qemalin. Dhe kjo është gjithashtu e bukur, në një moment tjetër të rëndësishëm. Thot diçka tjetër. Një sekund. Nuk e di, të duket sikur futesh në këto faqe edhe të shmallesh me profesorin, e të duket sikur je në bibliotekën e tij, po pret që ai të vi dhe ai përpak do hy dhe filloj intervista. Natyra dhe historia për zgjodhen Vlorën. Vlora, do doja ta lexoja pak edhe për faktin që i përkasti qyteti dhe ndjek krenari që një njeri e përshkroi aq bukur. Vlora është qyteti i bukurisë dhe Vlora është qyteti i lavdisë shqiptare. Këtë bukuri që bashkon det dhe tokë, Vlorës ja ka dhuruar gjeografia. Dhe këtë lavdi që bashkon të shkuarën dhe përtashmen, Vlorës ja ka dhuruar historia. Gjeografia dhe historia, ndër të gjitha qytetet shqiptare, e përzgjodhen Vlorën që të jetë mendja dhe zemra bashkuese shqiptare më 28 nëntor 1912.
Gjeografia e historia e përzgjodhën Vlorën që pikërisht ajo të bëhet dhe ajo çka u bën historinë e re të popullit shqiptar dhe për disa arsye. Pozita gjeografike e bënte më të përshtatshme për ngjarjen e madhe që do të ndodhte aty.